Në bashkëbisedimin e fundjavës me qytetarët në rrjetet sociale, kreu i PD Sali Berisha garantoi mbështetje të plotë të opozitës për qindra protestues që dalin çdo ditë kundër qeverisë. Protesta e kësaj të shtune, shtoi Berisha, do të jetë masive dhe madhështore sepse do të marrë pjesë edhe diaspora. Qytetarët dhe qytetarët pa parti po vërshojnë nga të katër anë të Shqipërisë dhe përveç kësaj diaspora shqiptare ka mësy vendin e vet dhe rrugët, aeroportet, tragetet sjellin dhjetra mijëra shqiptar këtë natë në protestën më kulmore, rinore qytetare të kombit shqiptar në Tiranë. Vala e protestave, sipas Berishës, po tregon se fundi politik i kryeministrit Edi Rama është i afërt. Në vend se të ndigjoj zërin e tyre, të plotësoj 5 kërkesat menjëherë të protestës mbar popullore jo partjake, rinore qytetare, ai vazhdon të përçmoj, vazhdon të fyej, vazhdon të injoroj këtë zhvillim historik i cili nuk mund të dështoj në asnjë mënyrë dhe po afron ditën e fundit të këtij regjimi të rryer për shqiptarët. Sali Berisha ju bëri thirrje të gjithë demokratëve të vërshojnë drejt Tiranës për protestën, duke shtuar se edhe Parlamenti Evropian po i ndjek me interes zhvillimet në Shqipëri dhe ka kërkuar shpalljen e moratoriumit për zonat e mbrojtura.